Erviz Daka, Maksim Koçi dhe Ado Gjika, tre personazhe të njohur të botës së krimit, janë vënë në pranga në Dubai, të lidhur me grupin kriminal të drejtuar nga i shumë kërkuari Talo Çela. Akuzohen për një sër veprash të rënda kriminale që nga prodhimi i armëve deri tek vrasja me paramendim. Për krahës të Talo Çelës i quan policia në njoftimin për prangosjen e tyre, pasi e kanë ndihmuar të arratisurin të fshihej, e kanë transportuar, madje në rastin e Ado Gjikës i kanë çuar gazetar për ta intervistuar. Përkatësisht, Erviz Daka, 38 vjeç, akuzohet për tentativë vrasje, sigurimi kushteve për vrasje në 2 atentate të rënda, në dëm të Kej Pikut dhe Arjan Spahiut në vitin 2020. Në rastin e Pikut ka qenë informator për lëvizjet, ndërsa në rastin e vrasjes së Spahiut në Belgjik ka siguruar kushtet për eliminimin e tij. Daka është në akuzë edhe për përkrahje të autorit të krimit, pasi Talo Çelen e ka strehuar dhe i ka siguruar kushtet e nevojshme për jetesë. Maksim Koçi ka marrë pjesë në vrasjen e 2 personave, Klevis Kaplani dhe një tjetri, si dhe ka siguruar kushtet për vrasjen e 2 të tjerëve, përfshirë ndihmën për fshehjen e Talo Çelës. I treti, Ado Gjika, 40 vjeç, është në akuzë për përkrahje të autorit të krimit, si pjesë e grupit kriminal për eliminimin e Ardian Çapjas, gjatë sulmit me snajper të cilit mund të i mbijetoi. Gjika për 2 vjet me radhë ka ndihmuar Talo Çelën të fshihet, ndërsa në 2020 shoqëroi një gazetar me qëllim intervistimin e të shumë kërkuarit. Talo Çela, një emër i njohur i botës së krimit, prej vitesh është në kërkim si një prej kokave kryesore të Elbasanit, me disa masa arresti. Emri i tij është lidhur me disa ngjarje të rënda kriminale në akuzë për vrasjen e vëllezërve Besmir dhe Viktor Haxhia në Durrës dhe disa vrasje të tjera. Po ashtu edhe për përfshirjen në grabitjen e bushme në aeroportin e Rinasit në prill 2019. Shqipëria nuk ka një marrëveshje ekstradimi me Emiratet e Bashkuara Arabe, ndërsa mundësitë për deportimin e shqiptarëve të krimit që jetojnë atje tashmë janë rritur. Pak ditë më parë u deportua Florenc Çapja.